Është një lëngë që na bën mirë të gjithëve, që nga fëmijët e vegjël, duke filluar që nga zemra, stomaku, zora, një pastrus i rëndësishëm për trupin. Të dashur ndjekës, shkon shumë dimrit kjo recetë, do bëj komposto me kumlla të thata, pa bërtham sigurisht. Në gjuhën popullore quhet hoshaf. Kumlla thatë është edhe kurative si për fëmijët dhe për të rriturit, ka shumë vlera. Kumllat i kam shpla mirë në çesme me ujë të rrjedhshëm. Do hudh një gotë sheqer, po të keni sheqer kaf, është më i mirë akoma, mund të jetë edhe gjysmë gote, ajo varet nga preferenca dhe për 3, 4 ose 5 persona. Tu kam marrë dhe 4 gota me ujë. Tash i marrë dhe i përzi sheqerin, e mbyll një herë të ngrohet pak tenxherja dhe ky është ujë i ngrohtë, jo i nxehtë, si ujë që lajmë fëmijët, domethënë sa ta duroj dora, dhe e hudhim dhe e majm kumllën deri gati 20 minuta me ujë të vokët. Gjithmonë deri sa të tretet sheqeri. Në kohën që vazhdon ngrohja e ujit me sheqer, unë kam oli montozin, e përdor gjithmonë. Për të gjitha llojet e kompostos, dum pak thartim që të marrë dhe shijen e mirë, e omla me të thartën, dihet që i jep shumë shije dhe do t'i hedh sipas preferencës, jo shumë, po një gjysmë luge të vogël kafje. Mund t'i hedhni edhe limon, kush e dëshiroj mund ta bëj dhe me kanellë, po unë do ta lej shqetur siç e bonim dikur, tamam origjinale, tradicionale, e hoshafit. Edhe sheqeri u tret, po të tretet sheqeri, do ta hudhni dhe do ta lejmë rreth gjysmë ore sa të bëhen kumllat. I përzi dhe i herë për funit tërë dhe i lej gjysmë ore, do ta shohim sa kumllat të zinë, atëherë do ta largojmë. Për mua hoshafi, maroj, e kam lënë gjysmë ore, fiks, janë tret edhe kumllat, unë nuk du që shkrafanyiten gjitha, po të ngelen dhe i qik kokër më kokër. Megjithatë, unë do të ndaj, ka njerëz që e preferojnë, unë për shembull që jam e vjetër e preferoj dhe me kokra. Edhe do ta lejmë gjysmë për gjysmë, gjysmën do ta hedh në kamer për çunat që e preferojnë lëng, ndërsa mu më pëlqej edhe me kokra dhe ta shoqëroj pak me bukë thekme dhe me djath. Do të kujtoj kohën kur kem qenë nuse e re edhe e vogël, kështu e preferonim ne gjithmonë në familjen time, na bëft mirë dhe ne, dhe kam gati për servirje.